ad-dukhan, dalja e një tymi. Siç Allah Azza wa Jalla përshkruan në surën Dukhan, ka zbritur një surë që ka quajtur surja Dukhan, e tymit, ku Allah Azza wa Jalla thot fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim. Dhe pritet ti ditën kur qielli do të sjellë një tym të qartë që do të mbuloj njerëzit, ky me të vërtetë është një dënim i dhëmshëm. Ibn Kathir thot, ky ajet është argument i gjallë i qartë për daljen e tymit si shenjë madhështore. Ai thot se më saktar se tymi është një ngjarje që do të ndodhë në të ardhmen kur të afrohet kiameti. Do të mbulojë të gjithë njerëzit besimtar e jo besimtar, por do të jetë dënim për pabesimtarët, kurse nuk do të jetë dënim për besimtarët, por do ta ndihen lehtë atë. Argument nga suneti pejgamberit alayhis salam e kemi hadithin pra e njëjtë ku pejgamberi sa ka thënë nuk do të ndodhin shenjat e kiametit pa ardhur 10, prej tyre ka përmendur pra edhe daljen e tymit. Thot Imam Nawawiu, tymi është një shenjë madhështore, reale dhe vërtet, dhe nuk është vetëm simbolike. Ai do ta mbulojë gjithë botën, do të mbulojë edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Ibn Hajar në Fathul Bari thot, hadithet tregojnë se tymi do parafërsisht do të zgjasë për 40 ditë me radhë. Ai prek të gjithë njerëzit dhe besimtarët do ta ndjejnë atë vetëm si një ftohje të lehtë, kurse pa besimtarët do ta ndjejnë si një dënim shumë të rëndë. Dietarët kanë diskutuar se a ka ndodhur më herët kjo ngjarje e tymit apo do të ndodhë në të ardhmen. Një mendim i dietarëve thotë se tymi ka ndodhur më herët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Abdullah ibn Mas'ud tha se ajeti surës Dukhan ka të bëjë me ngjarjen e një urie të madhe që goditi fisin Quraysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit shihnin qiellin sikur të ishte i mbuluar me një tym nga dobësia dhe uria që kishin ata. Pra, këta dietarë mendojnë se ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam kjo shenjë, dhe ky ajet ndërlidhet me këtë ngjarje në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kurse një mendim tjetër thotë se ky tym është tym pra në kohë të veçantë, ku do të ndodhë në të ardhmen, ku do të jetë prej shenjave para shkatërimit të kësaj bote, dhe këtë mendim e kanë shumica e dietarëve se Ibn Kathiri, Qurtubiu, Nawawi, Ibn Hajari e të tjerë dietarë, pra që do të ndodhë para se të shkatërrohet kjo gjësi. Dhe një pjesë e dietarëve kanë bashkuar se pra tymi do të jetë i dyllojshëm, pra një ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe një do të ndodhë tymi, ai ka qenë tymi i vogël, kurse ky do të jetë tymi i madh i përshkruar pra në ajetet dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do të zgjas 40 ditë, sipas transmetimeve nga Ibn Mas'udi dhe të tjerë, do të mbulojë të gjithë njerëzit, besimtarët do të preken lehtë, do të jetë lehtë për ta si një ftohje dhe një grip, kurse pa besimtarët do ta ndihen me një vujtje të rëndë.